Atëherë zhvillimet e Partisë Demokratike në Shqipëri kanë ngritur debate për publikun, por gjithashtu dhe për radhën e kandidatëve që u rreshtuan përballë Berishës. Si e shikoni faktin që Saliani u eliminua nga gara për arsye që ka bërë burg, kur burgun e bëri për Partinë Demokratike? Tani duhet jemi të qartë për të kuptuar një problematikë. Së pari, mua pak më interesojnë emrat në raport me procedurën e garës. Ajo çfarë konsideroj si vlerë është procedura dhe mënyra se si është ndërtuar procedura për Partinë Demokratike për të arritur, për të bërë të mundur krijimin e leadershipit të saj. Pra, unë mendoj që kjo procedurë e mbyll Partinë Demokratike, nuk krijon një kontekst demokratik ku forcat politike duhet t'i japin mundësinë flukseve të reja kulturore dhe gjitha mentaliteteve të përfshijnë. Pra, përjashtimi i kandidatëve nga gara, ose një garë e imponuar me kandidat të përzgjedhur, e zvoglon Partinë Demokratike dhe nuk e çon atë tek qytetarët. Pra, Partia Demokratike është futur në një autizëm politik ku refuzon komunikimin me shoqërinë. Dhe kjo është problematika më e madhe që ka Partia Demokratike, çfarë e tejkalon emrat dhe kandidatët që do ishin. Në fakt, kriza e Partisë Demokratike është bunkerizimi i saj dhe refuzimi në mënyrë kategorike i komunikimit saj me shtresat e tjera të shoqërisë. Si e shikoni kandidaturat e tjera përballë Berishës? A e shikoni Salianin të fortë para tij? Sali Berisha është fatkeqësi që e them unë këtë, por kjo është realiteti, është Partia Demokratike. Sepse që nga 92-shi dhe deri në 2026, pra 30 ca vjet pluralizëm politik, liderat e partive kryesore në Shqipëri kanë krijuar, do të thoja më saktë, një hierarki vlerash ku ascensori i ngritjes në karrierë i individualiteteve politike është i përcaktuar nga këta. Pra, nuk flitet sot për kryetar partish, por flitet për bosa politik. Ky është një koncept i Max Weberit, i cili i referohet partive politike në Europë në shekullin e 19. Imagjinoj sa vite pas jemi kthyer, ku këta individ e kontrollojnë gjithë leadershipin e Partisë Demokratike dhe strukturat e kësaj partie. Që do thotë nuk ka më një lider politik që bazohet mbi meritokracinë, garën dhe konkurrencën, por mbi autoritetin e fatdiskutuar të tij, ku çdo strukturë qullet dhe squllet nga ky lider. Pra nuk flitet për një koncept vlerash dhe gare të saktë demokratike dhe meritokratike, por flitet për një imponim vlerash duke e nxjerrë Partinë Demokratike në një fiasko totale dhe duke e përjashtuar realisht nga flukset kulturore dhe interesat që ka shoqëria shqiptare në përgjithësi. A mendoni se është strategjia e dur politike e Salianit përballja frontale me Berishën në këto momente? Mendoj që Saliani, pavarësisht i interesimit dhe forcës që ka treguar, nuk mund të konsiderohet një kandidat i drejtë përballë Berishës, qoftë edhe për karrierën e gjatë politike që ka Sali Berisha, për rezultatet që ka korrur dhe mbi gjitha për karrierën dhe integritetin profesional të tij. A mendoni se Berisha i eliminoi kandidatët e tjerë se i shikonte si kandidat të fortë? Mendoj që Berisha nuk e ka problemin te kandidatët të rival, por e ka tek perspektiva, pra tek ajo forcë politike që do vije më pas. Dhe për ta mbyllur këtë, du një mendim tëndin. Si e shihni zgjedhjet brenda Partisë Demokratike, a do ta kthejnë këtë parti fituese? Jo, këto zgjedhje janë totalisht gabuar, është një procedurë e gabuar e cila nuk e hap Partinë Demokratike dhe nuk e çon tek qytetarët. Në qoftë se Partia Demokratike vazhdon me këtë mentalitet, jeni të sigurt që do jetë një parti që nuk do ketë interes fare për qytetarët, në fakt do të jetë thjesht një realitet administrativ. Problemi është për ta bërë një realitet politik ku të ketë
të një përfshirje të gjerë të shtresave politike, shtresave kulturore dhe të futet të shoqëria në përgjithësi. Kështu është thjesht një parti e nisur nga interesat individuale të saj.